Përshëndetje miq, këtu nga sheshi përballë zyrës njeriu që drejton qeverinë më të korruptuar të Europës. Plot 57 ditë qëndres me djemë dhe vajza të shkëlqyer për t'i thënë sa herë kalon, pak më parë kaloi, që është një njeri që drejton një grup, një band hajdutësh. Jemi këtu pa ndalim prej 57 ditësh. Në këto 57 ditë janë realizuar 57 forume në orën 6 pasdite me qytetarët dhe janë realizuar 4 protesta të mëdha të cilat janë rritur nga radha në radhë. Në datën 31 janar ishte protesta e fundit që ne kemi zhvilluar me një pjesëmarrje edhe më masive, pra një qëndres e pashëmut më parë përballë atyre që na vjedhin, sepse ata nuk ndalojnë së na vjedhurit dhe po i marrin me radhë çfarë ka ndodhur në 48 orët e fundit në zhvillimet në vendin tonë. E para, siç e pat, u rrëzua rruga tjetër. Rruga e Librazhit u rrëzua. E dyta, konflikti në Rio i banorëve. E treta, arrestime pafund për çështjen e mbetjeve të rrezikshme, të cilat një vit më parë donin të eksportoheshin në Tajland. Kështu që jemi sot duke folë për këto probleme dhe për protestën e cila vazhdon pa ndërprerje. Dhe mbi të gjitha është vendimi i gjykatës kushtetuese sot, vendimi i nërmjetëm për ta shtyrë, për ta zvarritur çështjen Bauku. Për marrjen e vendimit për çështjen Bauku. Jam këtu dhe pres pyetje nga ju. Është një bashkëbisedim ku ne do të flasim për çështje të ndryshme. Jam këtu për të marrë pyetje edhe për çështjen e shumë folur, e dona, të forumit për dialogun politik të nisur nga zoti Asimja me intelektual të tjerë. Pyetje të shumta mund të kenë qytetarët, i pres të më pyesin, sepse është mirë t'i marrin të vërtetat drejt për drejt nga burimi, jo duke dëgjuar shpifjet nëpër portale, e jo duke u marrë me sejmenët dhe tytat e baltës së Edi Ramës. Se Edi Rama, me lekët e vjedhurat këtij vendi, paguan nga këta gjasme analistët apo gjasme gazetarët, të cilët nën termin analist apo gazetar vjellin vrerë, shpërndajnë dezinformim dhe e mbajnë këtë popull nën dehjen totale të pavërtetave, të cilat mbulojnë vjedhjet galopante që i ndodhin në përditshmëri. Ta nisim me vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimin e ndërmjetëm sot për ta shtyrë çështjen pa një afat, çështjen e zëvendës kryeministres zonjës Belinda Bauku. Tani nuk ka dyshim që në radhë e juristëve është shumë e qartë që për çështje të tilla që lidhen drejt për drejt me interpretimin kushtetues, që nuk lidhen me marrjen e provave të thehuara apo me ekspertime me radhë, ku interpretimi është thellësisht juridik dhe kushtetues, nuk nevojitet një kohë kaq e gjatë. Nuk është i arsyetuar vendimi i zvarritjes. Nuk është i arsyetuar kjo stepje e gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim i cili do duhet që marrë me kohë. Nuk e kuptojmë dot, ose le të themi më saktë, nuk kemi prova, por e kuptojmë tamam çfarë po ndodh. Edi Rama e ka vendosur nën kërcënim total gjykatën kushtetuese, ka vendosur nën kërcënim total gjyqësorin dhe prokurorin në këtë vend dhe ka vendosur nën kërcënim total shoqërinë në këtë vend. Shoqëri e cila vuan në përditshmëri, por nuk ndihet. Nuk ndihet sepse sheshëmujt se si ky arrin të intimidoj nivelet drejtuese të shtetit. Kur ky arrin intimidon gjyqtar, prokuror, ku di unë, nivelet larta të shtetit, e imagjinoni ju si ndihet ai qytetari i zakonshëm aty poshtë, sa i tremur, sa i frikur, sa i pafuqishëm përballë një shteti që abuzon në mënyrë barbare dhe nuk ndodh gjë. Çfarë ka ndodhur? 33 të arrestuar për çështjen e mbetjeve të rrezikshme. Rreth një vit më parë, mbi 100 kondenier të mbushur me mbetje të rrezikshme ishin dërguar drejt Tajlandës, pasi vendet pritëse atje i konstatuan me probleme, i kthyen dhe janë shkarkuar në Durrës. Aq
i pa stabilizuar, aq i oligjor, aq i korruptuar, aq i vjedhur, është ky shtet, sa 33 persona janë arrestuar sot, sepse lejuan kalimin e qindra kondenierëve, mbi 10 kondenierëve, me mbetje të rrezikshme. Dhe mendoni për një çast, gjeni për një çast në cilin sektor është hetuar këtu dhe nuk është gjetë me probleme. Këtu çdo institucion që hyhet nga prokuroria gjendet me probleme. Këtu çdo kontratë po të hysh, jeni të bindur që ka brenda probleme. Këtu çdo marrëdhënie koncesionare po të hysh, këtu është me probleme. Pse? Sepse buron problemit e kjo godina këtu, te zyra e këtij. Dhe më thoni ju mua, si ka mundësi që të gjithë dalin me probleme përveç këtij. Po ky ka ndonjë përgjegjësi? Regjia na ka ardhur një pyetje? Marrim pyetjet. Cili është vazhdimi i protestës sa do rrini aty para kryeministrisë? Siç e kam thënë që në kryet e erës, do të rrim këtu aq sa të arrim të mobilizojmë masat mëdha popullore kundër hajdutërisë, ose nëse nuk arrim ta bëjmë këtë gjë në masivitet, deri ditën që do të na lejoj biologjikisht trupi i secilit për ta përballur këtë sfidë. Po të ishim nga ata që qaheshim, do kishim thënë që ikëm se u sëmurëm është ftohtë ande këte. Jo. Sa ko jemi mirë, nuk themi që kemi probleme. Mund të ndodhë që sot natën smuremi. Mund të ndodhë pas nesër lodhemi, nuk e di. Ajo që di është që janë shqetësuar shumë. Qarë nuk më dërgojnë mua këtu për të më bindur që duhet të dal nga kjo protest, duhet ta lëm këtë protest, e oje soje, protesta do vazhdoj. Edhe një njeri të jetë do vazhdoj, sepse është një njeri që i thot atij Edi Rama, je hajdut që po na vjedh Republikën përmes hajdutëve që mbani qeverinë tënde. Përmes hajdutëve që kanë institucione të ndryshme të këtij vendi. Hajdut par excellence. Dje isha në një varrim në Tufin. Po, për 2 gjëra jam trishuar pa fund dhe jam ndjer të merë si shkeq. 1. Edhe te varret nuk e kemi dot fuqinë si shoqëri që t'i mbajmë pastër. Edhe te varret. Mbeturina dynjaja, kërmësi e madhe. I kishin hedhë mbeturinat si fush plerash, si landfill, në Tufin, te seksioni lartë. Se ka vaj tani po ngjitet në male, aq shumë, po tjetër punë kjo. Respekte. Përshëndesin njerëzit nga rruga. Mbeturina dynjaja. E dyta, personi që përcillte nënën më tha që i ishte dashur të fuste mik shumë të rëndësishëm për të gjetur një vend normal për përcjelljen e nënës. Dhe këtë unë e kisha dëgjuar dhe nga të tjerë, po më ishe dukur më shumë legjendë urbane, e thënë nga një njeri i cili unë i besoj, mua më ka trishtuar, nuk e di si mund ta shpjegoj. Një vend ku kur shko në maternitet, paguan korrupsion se lind fëmija dhe trajtohemi me aq pa dinjitet gjatë gjithë jetës, sa edhe kur vdesim duhet të gjejmë një mik për të gjetë një vend për të përcjell, apo për të paguar lek për të gjetë një vend për të përcjell, dhe nuk e kam këtu e dona për lekët që paguajmë, se është tarifa e shërbimit. E kam për korrupsionin. Një shoqëri që bën korrupsion edhe kur përcjell njerëzit nga kjo botë është në hall të madh shumë. Dhe këto janë gjëra që duhet ndryshojnë. Dhe kjo protestë vazhdon këtu, qoftë dhe me një njeri që gjen guximin për t'i thënë këtyre jeni hajdut. Për t'i thënë atij sa herë kalon je hajdut që na vjedh dhe ke një band hajdutësh që nuk po e lëshon. Shikojeni të gjitha rrugët që po bjen si kartona. Po bjen si kur t'ishin me karton, jo si kur janë me ekur dhe beton. Ra rruga atje i la 7 orë familje të tëra të blokuara. Një të sëmur e kishin kaluar me barel nga lumi. E kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Çfarë ndodh? Gjykata kushtetuese ka frikë të shprehet dhe zvarritet se Edi Rama nuk e lejon. Do thoni ju ku e diti këtë. Po si ka mundësi që kjo gjykatë zvarritet kaq shumë? Qa ka këtu në shkencë të madhe për të bërë, për të thënë është apo s'është? Kaq. Kaq o? Qa ka këtu?
Dhe kjo është gjendja. Sa dorim këtu? Kur dola në fjuim, thoshin je vetëm. Në datë 31, sa ishin e dona në 31? Ishin ja 5.000 apo 4.000? Di unë tani, po hajtë po, kush i numëroj po? Që plot këtu. Nuk është se më impresionojnë numrat, se për mendimin tim duhet që të qenë sheshe në gjithë Shqipërinë plot, duhet të qenë rrugët plot, s'duhet kalon dhe asnjë gjë, këtu duhet të bëj çdo gjë për ta ndalur këtë batërdi që ndodh. Kështu që edhe 10.000 edhe 20.000 të jenë këtu, nuk më thonë gjë mua, unë mendoj që këtu duhet të qenë rrugët plot në çdo cep të Shqipërisë dhe të ndalej hajdutëria. Kjo është çështja. Por, me thënë drejtën, i falenderoj nga zemra të gjitha ata njerëz që janë përgjigj thirrjeve dhe kanë ardhur. Dhe kanë gjetë fuqinë që të vinë këtu dhe një zëri t'u thonë që janë hajdut. Dhe kjo është çështja. Kështu që do vazhdoj, nuk di ta them. Mundet nesër të them nuk jemi më këtu. Mund. Tore që do dalim çdo qytet ne kemi nis, po them për këtë këtu. Nuk e dim. Në datë 4-5 janar kur ndodhi incidenti që desh na vran. Mund të ishte edhe ajo natë që e kishim lënë. Se na dhanë mjekët detyrim 5 ditë raport, nuk e lam, vazhduam. E besojmë këtë gjë. Atëre Luziana Karamani, përshëndetje, pse jeni ulur me Sali Berishën, më thot Luziana. Pse jeni ulur me Sali Berishën? Luziana, nuk jemi ulur me Sali Berishën. Zoti Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe unë nuk i caktoj dot Partisë Demokratike kryetari. As ne këtu. Jo. Kryetarin e Partisë Demokratike e caktojnë demokratët. Është punë e tyre, hau i tyre, zgjedhje tyre. Zoti Sali Berisha 3 javë më parë, nëse e mbaj mend, organizoi një tryezë ku i thiri gjithë partitë opozitare dhe ne nuk ishim në atë tryezë. Nëse ti apo ndonjë tjetër ka parë që ne jemi ul në atë tryezë, të na dokumentoj dhe të japim shpjegimet. As kemi qenë, as jemi ul, as jemi sot të ulur, as do të ulemi. Jo. Kjo është pak po e sigurt. Pra nëse më pyet për zotin Berisha, ne nuk jemi ul me zotin Berisha. Për shumë arsye. Unë dhe mund t'i shpjegoj pse. Nuk është çështja me individin, me qytetarin Sali Berisha, është çështja me personin politik Sali Berisha. Po ne, nga ana tjetër, jemi njerëz që merren me politikë. Në këtë drejtim, sigurisht që nuk mund të bëjmë gabimin për të njësuar një individ me një parti. Nëse më pyet për demokratët, unë ua kam thënë, ndoshta nuk u pëlqen një pjesë, po në zemër. E kam thënë unë këtë. Me demokratët ulem çdo ditë unë këtu. Sa demokrat vinë këtu, e dona më dile aty para që të kem tamam se më merr atë instiktin. Sa demokrat vinë këtu më dona? 10 në ditë. Po edhe deputetët tyre kanë ardhur, që i kam takuar, edhe dje kam takuar 2 prej tyre, deputet këtu. Se unë se fshe, në mes sheshit. Po deputetet e PD-s vende në ambasadë amerikane, madje ca vende në Amerikë kthehen, s'ka ndonjë. Nuk kemi ndonjë siklet për këtë. Këtu jemi duke fol për nevojën që ka vendi për një bashkim të madh në shesh të qytetarëve demokrat, socialist të zhgënjyer, mbështetës së Shqipëria bëhet, me parti, pa parti, musliman, të krishterë, me ngjyrë, pa ngjyrë, të gjithë këtu, përballë atyre që na vjedhin. Në datë 31 nuk mora fletoren e të pyesja, ore kush është këtu? Ti je demokrat i këti, ti je socialist i këti, jo ardhë. Ti aje i vjedhur, po këtu, shumë mirë këtu. Ti ku shkon në spital dhe nuk gjen ilaçe, je dakord, jo nuk je dakord. Këtu, po ti tjetri, që të sjellin tatimet dhe të kërcënojnë, je dakord, jo nuk jam dakord. Shumë mirë dhe ti këtu. Pra jemi duke folur për çështje më të mëdha se egot tona. Nuk është puna egoja Adriatiku të dalun tani dhe them qendra e botës është lëvizja Shqipëria bëhet, ne si lëvizje jemi të vetmit që e ndryshojnë këtë historinë. Ne besojmë këtë. Po nga ana tjetër,
ne besojmë edhe gjën tjetër, që bota nuk rrotullohet rreth nesh. Ne besojmë që Shqipëria ka nevojë që të mjekoj disa plag. Sot, ne besojmë që vendi ka nevojë që të krijojë një kohezion më të madh sot me të ndryshmit që ta pranojnë njëri tjetrin, për sa kohë që ujimi është më i madh se sa ego e njëri dhe e tjetrit. Që ujimi i përbashkët është që të ndalet hajdutëria. Pra, nëse më pyete, pse jemi ullë ne me Zotin Sali Berisha, unë të them që nuk jemi ullë me Zotin Sali Berisha. Dhe të sfidoj që ta gjësh ku jemi ullë. Nëse më thua, pse i fton në bashkëpunim të gjithë qytetarët e zhgënjyer, të gjithë qytetarët e vjedhur, unë mendoj që kush nuk bashkëpunon përballë Edi Ramës, ose është naiv, ose i shërben Edi Ramës. Mendimi im. Nuk do më kompleksoj kur njeri mua që t'i shtri dorën dhe të bashkëpunoj me demokratët, me socialistët, me gjithë njerëzit e ndershëm, të cilët janë kundër atyre që na vjedhin sot, kundër atyre që na kalën pa ilaç në spitale sot, kundër atyre që lekët i kanë çuar në drejtim paditur, ndërkohë që tunelet dhe rrugët bien sot, kundër atyre që i vjedhin pronat e këtij vendi sot, kundër atyre që i bëjmë pa drejtësi shoqërisë tonë sot dhe largojnë rinin nga ky vend sot. Nuk jam në politik thjesht për të bërë cubin. Tamam, nuk jam fare për të bërë cubin. Kollaj është të bërë cubin dhe të thuash vetëm unë. Kollaj është. Po njerëzit duan zgjidhje. Njerëzit duan ndryshim. Njerëzit duan që të mos vidhen më nga këta që e kanë marrë pengat dhe unë. Dhe kjo do që të mos e kesh shpirtin sa një gogël. Kjo do që të mos mendosh deri te hunda. Kjo do që të mos mendosh mbi egoizmin tënd. Kjo do që të mendosh se si gjendet zgjidhja dhe jo se si kritikohet gjithçka ndodh. Pse jam përballë Sali Berishës dhe Edi Ramës? Sepse janë dy autorët që kanë sjellë gjendjen e vendit në këtë pikë, që kanë bërë kodin zgjedhor, që kanë bërë kushetutën, ndryshimet e kushetutës e me radhë në 2008-ën. Por kjo nuk do të thotë që të mos kërkojmë zgjidhje sot. Kjo nuk do të thotë që të mos i bëjmë presion qytetar edhe vetë Zotit Sali Berisha që të distancohet nga bashkëpunimi i fundit që bëri në datë 27 korrik të vitit 2024 me Edi Ramën për kodin zgjedhor. Sepse ai kod zgjedhor i ka dhënë Edi Ramës në tavolinë 9 mandate qyll. Sepse ai kod zgjedhor e ka sjellë Shqipërinë në këtë gjendje që është sot. Në këtë mungesë shpresë që është sot dhe në këtë kapadajllë këtë madh Edi Ramës që del e thot kam 83 mandate edhe pse është kapur duke vjedhur qeveria e tij. Çfarë janë 83 mandatet e Edi Ramës sot? Qa vlerë kanë ato moralisht? Ato kanë zero vlerë. Zero. Por ende kanë vlerë ligjore. Sepse ai kod që u bë nga bashkëpunimi i Edi Ramës me Sali Berishën prodhon këtë gjendje që është sot. Tani është koha që ne t'i themi Zotit Sali Berisha distancohu me vepra nga Edi Rama përmes kodit zgjedhor. Po. E nëse ata si parti distancohen dhe vinë te qasja që duhet ndryshuar kodi zgjedhor, a ka vend këtu për një bashkim të madh qytetar në opozit përballë Edi Ramës për ta rrëzuar Edi Ramën? Po ka. Ka patjetër që ka. A kemi thënë ne që presim çdo qytetar për te logove këtu, për te flamurëve partijak? E kemi thënë. E nëse dikush pretendon që mund ta ndryshojë Shqipërinë vetëm sot, të vijë dhe ta bëj këtu e ka. Ja kush Edi Rama. Adresa Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Godina e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Të vi nesër. Të vi mo nesër mëngjes në orën 8 dhe ta ndryshoj këtu e ka. Iki unë. Ore këta që kanë komplekse këtu se jemi ne në protest, çojemi ne, keni parë, erdhën, vinë këta të foltores, ikim ne. Erdhën këta, kush erdhi tjetër këtu? Për 21 janarin u çuam ikëm ne. Pse? Ka ndonjëri merak të vi dhe të arrzoj Edi Ramën nesër. E bëndot, po. Në orën 8 në mëngjes lëvizim ne dhe vem të bunkeri aty tutje të vinë të arrzojnë. Se kështu me uafe, puna është me vepra. Si do ndodh ky ndryshimi madh? Po e lam ne Edi Ramën bashkë me Sali Berishën të bëjnë ndryshime dhe kodit dhe ta bëjnë edhe me keq se ç'është. Pa presionin qytetar, ç'a do thoni pastaj? Jo. Kombëtarizëm, qytetari, atë dhe dashuri në politik do thot
që t'i thuash ati që ke pas kundërshtar, apo e ke kundërshtar të vërtetën, dhe t'i kërkosh të reflektoj, dhe të bësh presionin e dur që të vinë në rrugën e drejtë, të distancohet me vepra nga Edi Rama. E nëse kjo ndodh, kjo është fitore shumë e madhe për Shqipërinë. Kjo është fitore shumë e madhe, nëse gjithë spektri opozitar imponon një draft kod që vendos demokracinë në themel të saj, modeli Kosovës, si kod zgjedhor për shembull, kjo pastaj është arritje e madhe. Edhe për këtë mua nuk më komplekson dot asnjë njeri, fare, zero. Zero. Fitoria më e madhe për këtë republikë është të ndroj këtë kod zgjedhor që i jep Edi Ramës pushtetin në tavolinë dhe na mban peng të një njeriu që tahet me ne. Kjo është çështja. Kjo është çështja. Pastaj me bë folklorizma ose Amir me qenë shqiptar në stadium, e me bë folklorizma në politikë të tipit që ne jemi kundër të gjithëve. Po ndërkohë, kodi nuk kemi vota për ta ndryshuar. Po more, them unë kundër kujt jam dhe kundër kujt kam luftuar e luftoj. Po nga ana tjetër, duhet mençuria për ta çarë bashkëpunimin që ka ndodhur deri tani. Dhe uroj që të gjithë demokratët e ndershëm të ushtrojnë presionin e nevojshëm te lidershipi i tyre, që sistemi zgjedhor të ndryshojë, sepse me këtë sistem zgjedhor apo atë që u fol se do bëj, Edi Rama bëhet sepse e mban formula. Se duat kuptoni dhe një gjë, kur ne themi që të rrëzohet qeveria, pra përmes protestave, nuk kuptojmë që të bëjmë grushteti edhe të ikin tha nga zyra dhe të hymë ne në zyrë. Se mos ka njeri që e mendon kështu. Nuk bëhet kjo që do ikin ata dhe të nesmen hymë ne në zyra dhe e morëm, ai quhet grushteti. Ajo është vepër e rëndë penale, është prishje rendit kushtetues dhe e çon në shkatrim Shqipërinë ajo. Nuk ndodh kështu. Rrëzimi i qeverisë në kupton që populli masivisht e detyron atë të jap dorëheqjen. Dhe e detyron atë që të tërhiqet. Dhe pastaj krijohet një qeveri tranzitore ku votat e partisë në fjalë që është Partia Socialiste dhe gjithë partive tjera bashkohen për të krijuar një qeveri tranzitore me një program të qartë për të përgatitur vendin për zgjedhje të lira demokratike brenda 12 muajve. Kjo është. Se mos mendon ndonjëri që do e bëjmë si kaçak, do ikin këta e do vim ne, nuk është kështu ore. Kemi pyetje? Atëre. Luli Tanazi thot bëuni zë edhe për banorët e Riojit Velipoj. Luli, të përshëndes, i pash pamjet sot, sigurisht do e ndaj në dy momente. Duke qenë avokat, kam kërkuar informacion të thehuar të shoh si është çështja ligjërisht. Kjo është në aspektin profesional. Në aspektin e qasjes qytetare dhe politike dhe si aktivist i hershëm, kam disa momente që do ndalem. E para, e vini re ju që policia e shtetit po përdoret si një instrument për të dhunuar qytetarët fatkeqësisht. E vini re, po shikoja ca pamje që ndiqnin ata djemt me vrap sot dhe me erdhi në mendje thash, po pse nuk ndjekin Belinda Baukun kështu këta? Pse nuk ndjekin këtë të Akshit kështu këta? Pse s'ndoqën Ergjys Agasin kështu këta? Ore pse nuk ruajtën verën e Ergjys Agasit këta kështu? Pra ai zeu i madh ndaj atij qytetarit, atij djalit që vrapon aty në Rio, pse nuk është edhe për këta që dëmtojnë të ardhmen e përbashkët, shtetin, ilaçet, spitalet? Pse? Pse për këta ka procedurë për atë qytetarin vrapin aty? Pse? E para. E dyta, ligji për investime strategjike, kur e kam thënë 2 vjet në për diasporë edhe në për sheshet e Shqipërisë, edhe banorëve të Riojit nuk u hyri në vesh kjo që thosha, se po t'u kish hyrë nuk do e votonin Partinë Socialiste atje, Edi Ramën më saktë. Dhe për këtë më vjen shumë keq. Kur thosha që ligji për investime strategjike duhet të shfuqizohet, kisha unë të drejt apo ata që votuan Partinë Socialiste, Edi Ramën? Se ajo që po ndodh sot, po ndodh mi bazë një ligji që Edi Rama e ka miratuar. Dhe unë nuk rritë ndalem me emrat përvetshëm sot,
për një arsye shumë të thjeshtë, sepse nuk ka fund kjo punë nga emrat. Një ditë investon njëri, një ditë tjetri, orë zotri, është ligji për investime strategjike që e miraton Edi Rama me qeverinë e tij dhe parlamentin e tij, është shkaktari i asaj që po ndodh aty dhe ndodh kudo. Kur u thosha 2 vjet kudo në diasporë dhe në për qytete, nuk më dëgjuat. A mund të më dëgjoni tani, ju lutem? A mund të më dëgjoni tani? Kam një lajm tjetër. Përveç se ligji për investime strategjike do shfuqizuar, se prodhon pa drejtësi, është dhe një ligj tjetër që do prodhoj super pa drejtësi. Që këto që po ndodhin deri tani do të duken lule. Është ligji për paketën e maleve. Atë që pat në Rio sot do ta shikoni herë 5000. Herë 5000, se janë 5000 propozime që kanë vajtur për të marrë malet e Shqipërisë, prona tuaja. Tani unë në dorë tua them kam, se nuk kam në dorë të zgjidh gjithë havet e këtij vendi pa pas pushtetën. Më dëgjoni, s'më dëgjoni është çështja juaj. Po ju them, ligji për paketën e maleve është aq i tmerrshëm sa ky ligji për investime strategjike që u mori detin, do të duket lule. A mund ta ndalni këtë lloj dhune që po ndodh, vëllezër motra? Ju me votën tuaj, a mund ta ndalni këtë lloj dhune? Këtë lloj shpërfytyrimi, këtë lloj vjedhje që po ndodh? E bëni vetë pa dashje me votën që jepni, sepse përmes votës që jepni, këta miratojnë ligje të cilat çojnë te ato skena, lënë në fuqi një polici që drejtohet në segmentet caktuara nga krimi organizuar, që u dhunon, lënë një parlament në fuqi që voton ligje që u merr pronën juve. Përmes ligjit për investime strategjike u merret prona ju. Përmes ligjit për paketën e maleve do t'u merren malet ju dhe do t'u merret dhe Bregdeti, se male mos konsideroni vetëm malet në veriore dhe në jug. Janë dhe ata malet dhe ato kodrat buzdetit që ende nuk i kanë marrë dhe që janë shtet. Dhe që ju si qytetari pretendoni se thoni ne këtu kemi jetuar dhe me të drejtë. A ka mundësi të mos bëni më kaq shumë dëm për veten tuaj? Sepse i gjithë ky dëm vjen nga ajo votë. Nga ajo votë që shkon gabim. Nga ajo votë që kur vinë votimet bëheni tifoz dhe nuk u flet dot me gojë më. Nga ajo votë që e shisni për 50.000 lekë. Nga ajo votë që e këmbeni për një vend pune dhe heshni, më bëni padrejtësi të madhe të ardhmes. Dhe unë nuk do rresh s'u thëni të vërtetën. E vërteta është e hidhur. Me të vërtetën mund më merrni inat, po ama një ditë secili nga ju kur kazma e pushtetit u vjen te shtëpia e kujtoni fjalën e zvërtetës që u kemi thënë. Dhe këtë kemi në dorë, t'u themi të vërtetën. A duhen investime strategjike në këtë vend? Po duhen. A duhet një ligj për investime strategjike që ta adresoj dhe nevojën për zhvillim turistik? Po duhet. Po jo si ky, sepse ky është një ligj që e vjedh qytetarin. Cili do qenë një ligj i mirë? Ka disa variante. Një variant do qenë që kur shteti jep një pronë për investim strategjik dhe ajo është tokë shtet, po ndodhet në një zonë të caktuar që banorët janë përzotuar ndër vite, ndër dekada, ndër shekuj, si me thënë e kanë tokë gjyshi, por nuk kanë dokumenta se ky shtet kështu ka ardhur, pa dokumenta të jetu, do duhej që ai investitori strategjik të hynte në një marrëdhënie në bazë të ligjit me ata banor dhe një përqindje të caktuar e investimit në ligj duhej përcaktuar që t'i kalon dhe zonës. Pra, nëse ti e ke tokën tënde dhe e jep me përqindjet e një zhvillues dhe merr 30% asë, do duhet që në rastin e tokës që ti e përzotuar, e ke tokë gjyshi, po nuk ke letrat, po ndodhet aty të poshtë shtëpisë tënde te fshati jot, kur ndodh investimi strategjik, do duhet gjetë një formulë që ta adresojë dhe nevoja e banorëve, nevoja ekonomike, nevoja për të bërë biznes, për të pas aty një restorant ai banorja, për të pas një ca dhoma hoteli ashtu, plazhja, ku di unë, a për të banuar, nuk e di. Ka formulë, ka vende që e bëjnë, ka formula që investitori duhet hynë marrëdhënie edhe me banorë dhe jep X% investimit banorëve. Po banorëve, edhe pse nuk janë pronarë aty me letra, po janë autokton aty. A do ndodhte ajo që ndodhi sot atje nëse kjo do adresojnë në mënyrë të tillë? Jo, nuk do ndodhte. Dhe nuk është çështja e Riovit. Kjo është çështja e gjithë Shqipërisë. Pse ndodh kjo? Nga ligji. Si ta gjykoni?
Autoservis Pietrushi më thot bravo gjigant kur e kemi protestën tjetër. Ne në protest jemi vëlla. Për qafoj e di kush je, respekte shumë nga Lezhë je, di. Respekte për ty, për djalin tënd, për zonjën tënde, se u takova personalisht në protestën e fundit. Mirënjohje pafund, respekte. Do e njoftojmë protestën në ditët në vazhdim, në muajt në vazhdim, do ketë pa ndalim. Nuk ndalemi më ne në këtë betejë për ta ndryshuar këtë vend, sepse është domosdoshmëri. Nuk është zgjedhje. Dy rruga, o do ikim, o do luftojmë. Kemi zgjedhë të luftojmë. Bledi Nika thot kujdes se mos vinë sekuestrojnë atë karrigen dhe mikrofonin. Bledi deri tani na kanë thyer mbi 100 karrige apo sekuestruar. Fal mbështetësve si puna jote, kur unë kam bërë thirrje, na keni dërguar karrige, na keni dërguar edhe mikrofon na keni dërguar, me thënë drejtën, na kanë ardhur pajisje nga mbështetësit. Nuk na keni lënë vetëm, unë jam shumë i njohës për këtë. Kështu që le të vinë, le të marrin, le të fyejnë, unë jam i bindur që ju s'do na lini vetëm. Do gjendet prap një mikrofon, do gjenden prap karrige, do gjendet prap vunet për të shkuar përpara. Kur lufton për kauza të drejta, nuk e di, edhe fuqin ta jep i madhi Zot, edhe miqt, shokët, dashamirësit që s'të lën vetëm shtohen. Përshëndes shumë. E dona që ma bën më qetë, më thot mua, më qetë. E dona po më kap ajo. Dhurata Sala thot, si do ta ndryshojmë këtë mjerim, kur shumë prej nesh qëndrojnë thjesht duke pi kafe dhe duke pritur që dikush tjetër ta bëj punën. Dhurata, përshëndes, të falenderoj shumë, se tani kam filluar, po unë njoh një nga një, ty sigurisht që të kam njohur më shpejt, po them edhe të tjerët. Përshëndes, ke qenë në protestën e fundit me fëmijët dhe me bashkëshortin. Ke bërë një rrugë të gjatë për të qenë në protestë, e vlerësoj pafund. Nuk është e lehtë të bësh 700 km vajtje ardhje për të qenë në një protestë dhe me fëmijët, e vlerësoj pafund. Njerëz si ty, njerëz si zotria juaj, janë qytetar model që ne këtu na frymëzojmë për këtë që bëjmë. Si do e realizojmë? Ja duke punuar çdo ditë, duke ushtuar, duke qëndruar, duke fituar besimin e njerëzve, duke luftuar. Nuk ka rrugë të thjeshta për gjërat e mira. Gjërat e mira kërkojnë sakrifica. Ndërtimi i kombeve kudo në botë ka kaluar përmes sakrificave. Ndërtimi i standardeve kudo në botë ka kaluar përmes sakrificave. Ato vende ku shqiptarët shkojnë dhe emigrojnë sepse mendojnë që janë vende demokratike apo ku ka punë, ka spitale, ka shkolla, jetojnë të qetë, janë vende që janë ndërtuar të tilla fal sakrificës së brezave të kaluar. Kanadezët e kanë atë standard jetese sot sepse gjyshrit e tyre kanë luftuar dhe kanë punuar. Francezët kanë atë shtet, përshëndes, kanë atë shtet sot sepse kanë dëshkuar korrupsionin, kanë luftuar për të drejtën, kanë sakrifikuar. Zvicerianët kanë atë shtet sepse kanë luftuar për ta ndërtuar atë shtet. Suedezët në fillim të shekullit kaluar kanë qenë një vend me probleme shumë të mëdha. Në Europë renditeshin ndër të fundit, po me punë, me sakrificia kanë dalë që të jenë në krye të listës botërore të vendeve të zhvilluara dhe me standarde jetese të larta. Pra ajo që dua të them është, nuk ka gjë të lehtë. Gjërat e mira kërkojnë sakrificë. Që të bësh student i mirë duhet lexosh shumë, duhet mësosh, sakrifikosh. Që të bësh ustaj i mirë duhet sakrifikosh. Që të bësh shtet i mirë duhet popullata të sakrifikoj, kështu që na duhet sakrificë. Kur kam qenë në 8 vjeçare, mësuesja ime e historisë për herë të parë më ka folë për Japoninë. Për si ajo shoqëri u ringrit pas luftës së dytë botërore. Ka qenë ai momenti që unë nisa të interesohesha për atë komb dhe nga ajo ditë nuk jam dalur së interesuari duke lexuar për atë komb. Dhe aty kam kuptuar që ata pas disfatës së madhe në luftën e dytë botërore i vendosin qëllim vetes që të bëheshin. I vendosin qëllim vetes që t'ja dilnin. Dhe për vite të tëra kanë ngrënë si popullate ekuivalente në një veze në ditë, derisa ja dolën që e ringritën Japoninë dhe sot e kanë kthyer në një komb super të fuqishëm.
A jemi të gatshëm ne shqiptarët të sakrifikojmë për atë dheun tonë, me sa duket ende jo sa duhet. A e duam shumë Shqipërinë, unë mendoj që e duam pafund, po thjesht kemi humb vetë besimin dhe duhet ta gjejmë atë. Përshëndes. Ndreu, lavdosh Ndreu, më thot zoti Lapa, ja keni kontaktuar me ambasadat më të rëndësishme në vendin nderuar? Po. Me thënë të drejtën, më kanë kontaktuar. Unë nuk e kam shërë kur që kam marrëdhënie shumë të shëndosh dhe shumë të mirë me të gjithë trupën diplomatike. Edhe për këtë jam shumë krenar. Edhe këtu në këtë rrugtim më kanë kontaktuar, kanë kërkuar informacion, janë interesuar për gjendjen tonë shëndetësore dhe për këtë i falenderoj pafund. Le të them që janë të vetmit që janë interesuar e donë për gjendjen tonë shëndetësore. Më kanë pyet si jeni, me shëndet. Edhe kjo tregon shumë edhe për faktin nga shoqërive nga ata vinë. Po, u kemi dokumentuar çdo shkelje të protestave këtu. U kemi çuar informacion të përjavshëm në lidhje me çfarë ndodh këtu dhe në Shqipëri. Dhe u jam pafund falenderues për faktin që përpiqen për të mirën, vendemike, realisht vendemike. Përshëndes. Shkëlqim Tola thot e kotësh nuk mund të arëzoni. Shkëlqim. Në fakt, deri tani për në disa drejtime e kemi dërmuar. E kemi dërmuar duke e bërë të dal nga vetja, duke i rënë fasada e njeriut kulturuar, liderit që lejon protestat, liderit që nuk ka frikë nga zëri dhe mendimi ndryshe. E keni parë të gjithë dhe e ka parë gjithë bota përmes përfaqësuesve diplomatik, pra them strukturat që duhet ta shohin, që përballë një grupi njerëzish ai është shpërfituar, është zvogluar shumë. Ka arrit trembet dhe nga plasmasi. Ka arrit trembet dhe nga generatori. Ka arrit në kundërshtim me ligjin 57 ditë të na lër këtu pa korrent në protestën tonë. I ka rënë fasada. Ka arrit të arrestoj 4 protestues dhe të procedoj 19 protestues dhe të gjitha arrestimet i dalin të paligjshme në gjykat. Pra i ka bërë arrestimet nën tensionin e madh që ai ka. Ka arrit që të procedoj penalisht si asnjëherë në të gjithë tranzicionin shqiptar, një drejtues partie politike, një kryetar partie 3 herë brenda 3 javëve. Më ka proceduar mua si Adriatik 3 herë penalisht brenda 3 javëve. I ka rënë fasada. Sot në Shqipëri madhe i vogël e din që Edi Rama e ka të merë qoftë dhe një plasmas. E ka të merë që njerëzit i rinë por zyrës së tij. E ka të merë që dikush i thotë vërtetën. A e kemi rrëzuar Edi Ramën? Jo. A i kam marrë kujt unë përsipër ditën e parë që kam dalë këtu dhe unë do të arrëzoj Edi Ramën? Jo. A u kam thënë që do qëndroj këtu aq sa të mundem dhe do luftoj aq sa të mundem dhe mendoj që njerëzit duhet dalin dhe të bashkojnë për të arrëzuar Edi Ramën? Po. Jam këtu duke e mbajt fjalën që kam thënë. Kam thënë do qëndrojmë këtu deri ditën që do të kem mundësi fizike, unë si Adriatik, se s'flas për të tjerët. Dhe po e bëj. 57 ditë këtu. Por nuk i kam marrë kujt përsipër që unë i vetëm do të arrëzoj Edi Ramën. Duhet vish dhe ti. Duhet vinë të gjithë ata që na shohin, duhet vinë të gjithë shqiptarët, sepse ai po i vjedh të gjithë shqiptarët bashkë me qeverin që ai drejton. Dhe kjo është kaq e qartë. Mendoj unë. Përshëndes. Regjia thotë 10 minuta. Me Berishën çfarë marrëveshje ke bërë po lori llaftë? Kush e thot këtë? Kush e thot këtë? Arian Konomi. Arian Konomi, jo Ariani jon. Thot me Berishën çfarë marrëveshje ke bërë po leri llafet. O Arian, po lash llafet si të ta shpjegoj çfarë kam bërë marrëveshje me Berishën sipas teje. Në fakt nuk kemi bërë asnjë marrëveshje me Berishën, Arian. Zero. Jemi duke i kërkuar Partisë Demokratike që të dalë në shesh dhe të përballet me Edi Ramën për ajdutrinë e tij. Jemi duke i kërkuar Partisë Demokratike të distancohet nga kodi zgjedhor i kaluar dhe të rreshtohet në interesin qytetar dhe në interesin e të gjithë opozitës për një kod zgjedhor që është proporcional i kombëtar me lista të hapura. E nëse Partia Demokratike e bën këtë gjë, kjo do të jetë një fitore spektakolare e parë përballë përçarjes që Edi Rama ka bërë deri sot gjithë faktorëve në opozitë.
Nëse ne arrim që të mundësohet një kohezion opozitar për një kod zgjedhor, është një fitore e jashtëzakonshme sepse do t'i ngelet topin dere Edi Ramës dhe është i detyruar pastaj të pranoj kodin zgjedhor, se në të kundërt nuk mund shkohet përpara. Nuk e dakord ti që na duhet një kod zgjedhor tjetër. Një kod zgjedhor që 64.000 vota nuk i përkthen në një mandat, po i përkthen aq sa i takojnë, 6 apo 7 mandate. Nuk e dakord ti që kodi zgjedhor nuk duhet jetë i atij që i fal Edi Ramës 9 deputet në tavolinë. E diti që në zgjedhjet e kaluara Edi Rama në 11 maj ka marrë vota sa për 74 deputet, po ndërkohë ka marrë 83 deputet, 9 deputet i ka marrë qyll nga kodi zgjedhor. Kështu që ka zero marrëveshje me Sali Berishën, ka një pranim të ides forumit qytetar për dialog që drejtohet nga një grup intelektualesh, ndër të cilët zoti Ermal Asimja, zoti Edi Ramaj, zoti Hektor Ruci, e të tjerë, se të mos zoti Florian Haçka, zoti Altin Gjeka e Meraf. Kemi pranuar idenë e tyre për një bashkëpunim të gjerë, protestash qytetare kundër hajdutërisë, për një bashkëpunim për kodin zgjedhor dhe jemi në pritje që të gjitha palët ta pranojnë. Po, ne jemi dakord që kodi zgjedhor të bëhet proporcional kombëtar me lista të hapura. Po, ne jemi dakord që koalicionet para zgjedhore të përcaktohen dhe të rikthehen siç kanë qenë. Sepse nga mungesa e koalicioneve para zgjedhore Edi Rama i bie qylit sot edhe rrim pushtet duke na vjedhur. Përshëndes. Izet Jashari thot, a do të uleshe në tryez bashkëpunimi nëse Berisha do të ishte në krye apo jo, sepse unë si simpatizant i lëvizjes nuk do doja të bashkoheshe. Izet, një nga kushet që ne kemi vënë është që kryetarët e partive nuk do të jenë në ato tryez dhe kemi kërkuar që ajo tryez të mbahet në shesh si një shenjë hapje ndaj qytetit. Jo, në ato tryez nëse ndodh me të gjithë faktorët e shoqërisë civile që pranojnë apo subjektet politike, nuk do të jetë asnjë kryetar partie, as unë, as zoti Berisha, as një tjetër. Por nëse ndodh, do të jetë një bashkim qytetar në shesh, ku ka intelektual, do ketë gazetar, përfaqësues partish politike për të diskutuar në lidhje me kodin zgjedhor dhe për të dakordsuar për një kod zgjedhor. Për të dakordsuar për protesta masive kundër Edi Ramës në të gjithë Shqipërinë. Kështu që jam i qartë besoj. Më i qartë se kaq nuk bëhem dot besoj. Mos dëgjoni portalet e Edi Ramës, Mero Bazen, nuk jam marrë me Mero Bazen unë, se nuk dua fare të merrem me Mero Bazen, po si një njeri që beson në Zot, vau ai gjunahet mëdha ka me laj njeri në atë botë, me thënë drejtën. Ta bëj lajmë dhe këtë te portali vete dhe të thot që Adriatiku ja ka lënë punën të Zotit. Me qënje si ai, që këti vëndi i ka hyrë aq shumë në hak, vetëm Zoti zgjidh punë. Nuk u androjmë dot shpirtin disave. Kush e ka të zi, e ka të zi. Tjetër. Hermes Kurti thot, jo vetë besim, o tiku kemi humbur besimin tek njëri tjetri. Hermes, mendoj që është një nga problemet e shoqërisë tonë, po ka dy rrugë. Ose do vazhdojmë në këtë drejtim siç është shoqëria, dhe në këtë drejtim shkon keq e më keq, ose do kuptojmë që duhet ndryshojmë rrugë. Jo, s'ka të mesme. Neutraliteti nuk zgjidh punë. Do me thënë, kjo ideja me qëndru burri mirë me të gjithë, nuk i vlen Shqipërisë. Se shon njërës që mundohen të ruajnë atë status quo-n e tyre që janë të respektuar e i do shoqëria dhe në një farë pike, po nuk janë as mish as peshk, pra nuk janë as andej as këtej. Në një kohë kur vendi vidhet, të mos mbash qëndrim dhe të mos distancohesh nga vjedhja e vendit, nuk ja dhetar dhe nuk i shërben Shqipërisë.
Sigurisht që po mbajte qëndrime dhe dole përbau hajdutërisë e Edi Ramës, do sulmohesh. Do sulmohesh nga gazetarët e paguar nga Edi Rama, do sulmohesh nga analistët e dëndur në para nga Edi Rama, do sulmohesh nga balta e portaleve të Edi Ramës, do sulmohesh nga ata që kanë vjedh bashkë me Edi Ramën, do sulmohesh nga bizneset që vjedhin me bekimin e Edi Ramës, por nga ana tjetër do jesh duke bërë gjën e dur, do jesh duke luftuar përballë hajdutëve dhe do jesh duke e dashur adheun me vepra konkrete. Adheun kur e sheh që përpëlitet se shqyet nga bandat që e zhvasin dhe nga pushetarët që e gërdisin dhe ti rri neutral, nuk je patriot, nuk je adhetar. Je thjesht një konformist që i shërben reatist tënde, interesit tënd, xhepit tënd, familjes tënde, por jo adheut. Nëse do të kishin menduar kështu patriotët tanë dikur, Shqipëria nuk do qenë një shtet i pavarur. Çfarë u duhej frashujnjve ta prishin Terezin e tyre në Stamboll dhe reatin e tyre ekonomike dhe të luftonin përmes penës së tyre për adheun ton? Ata mund të rinin neutral. Mirë me adheun, mirë me perandorin. Çfarë i duhej plaku të urtë Ismail Qemali që të linde saltanetet qeveritare të perandorisë dhe të vinte në moshë të thyer dhe të luftonte e të shpalte luftë perandorisë për adheun dhe prishin neutralitetin sepse ishte adhetar. Çfarë i duhej Hasan Prishtinës, Luiq Gurakuqit, çfarë i duhej të gjithëve këtyre patriotëve, t'i shpaunin luftë perandorisë dhe të rreshtoheshin me të pamundurën atë kohë që ishte shpauja e pavarësisë të një vendi të vogël në raport me perandorin, të një vendi që nuk kishte ushtri, ekonomi për të përballur me perandorin. Adhetarizëm do të thotë që kur vendi ka nevojë të rreshtohesh përballë atyre që e cënojnë. Që kur vendi ka nevojë dhe përpëlitet nga shqyrja që i bëjnë hienat, të jesh aty dhe të ngresh zërin dhe të mos heshtësh. Të jesh aty dhe të vësh gishtin dhe të thuash hajdut është ai që e vjedh. Patriotizëm dhe atë dashuri është të marrësh përgjegjësi dhe të mos i marrësh adheut vetëm duar trokitjet e sallave, famën e emisioneve lart e poshtë, apo dashurinë e njerëzve që takon në rrugëve të adheut, apo në aeroporte, apo në për diaspor, por t'i japësh adheut duke sakrifikuar për adheun dhe duke bërë gjën më të vështirë. Duke hyrë në kënetën që e ka marrë penga adheun dhe duke u munduar për ta tharë atë kënet. Ju përshëndes nga sheshi i kryeministrisë që drejtohet nga ekipi më hajdut i Europës dhe ndoshta një nga ekipet më hajdut të botës në ditën e 57 të qendresës tonë dhe uroj e shpresoj që çdo ditë më shumë ta ndërgjegjësojmë adheun tonë.